Atëherë si ka filluar rrugtimi jot muzikor? Rrugtimi ka fillu me shumë dëshirë, pa imponim, dhe me një dashuri të madhe për muzikën, për artin përgjithësi, edhe ma vonë me shkollime, me studime, me avancim, kështu edhe profesional, po në anën tjetër të muzikës që e bëj jashtë asaj profesionale që kom përfundu akademi, po si përgjithësi, si art muzikor, si muzikë, e dua dhe kom fillu me dashni të po babën tem, të ndjek edhe rrugën e tij, po vazhdoj, po shpresoj me vazhdu në fakt. Pra, mundem të thonë që babaj ka qenë mbështetje kryesore. Inspirim, realisht, inspirim, po patjetër. Ndoshta edhe ju ka shty, kur do që keni pas, ndoshta ngecje, apo... Po patjetër. Është frymëzim në gjithçka për mua, jo vetëm muzikë, po e kom pas për krahun dy prindve që i falenderoj jashtëzakonisht shumë, edhe mendoj që nuk i kom zhgënjy ta shohim se puna jonë, domethënë, është diçka që shihet edhe është një rrugë që nuk do të më unal, domethënë, nuk do të më gëzu me ato që mund me arrit, po kërkon punë, angazhim edhe domethënë mja bo mundin tani pjesa tjetër. Po, do më thunë, nuk mjafton vetëm talenti, por mundi është ai që... Patjetër. Si në çdo punë tjetër, na thojmë në aspektin profesional të muzikës, talenti normal një 40%, 60% tjetër punë, që domethënë talenti nëse rrin nuk zhvillohet, ai shuhet. Po me punë edhe me angazhim normal, pas pari duhet me dasht, sepse nëse nuk e dëm profesionin, nuk ka sukses. Kështu që unë e kum dashur, du, vazhdoj me punu në këtë profesion, ta shohim derisa t'jemi. Duket se edhe tek rasti juaj ka qenë trashëguese dhe muzika unë do të thonë që ka qenë një gjë që ju ka lidh goxha me babajen. Patjetër është kur e ke në familje, e shef rrugën, e shef suksesin, e shef punën, edhe mua ju më ka bo që me dasht, po normal edhe talenti prej Zotit, kjo nuk diskutohet që e kom shfrytzu, edhe menoj që do të mos me edhe njerëve për përsëritim, mos me u kënaq me ato që ke arrit deri tash, për çdo me kërku edhe më shumë, edhe më shumë. Çka të ka tërheq më shumë tek performancat e tua? Po, mu më pëlqen muzika live, shumë. Më pëlqen organizimet ose performancat që i bojna këndimet në përmbrëmje të ndryshme, qoftë familjare, qoftë në për festa lokale, kështu me radhë, po edhe koncertet ose festivalet, ma mirë me thonë, që i kom kalu si fëmijë, kështu me radhë, se cila e ka peshën edhe rëndësinë e vetë. Në këtë pjesë, dhe më thonë, kom pas një karrierë si fëmijë shumë të mirë, që mburna dhe kom si një pjesë shumë të rëndësishme tjetës tem, edhe profesionale, edhe personale, kështu si fëmijë, ku për shembull në fillim viteve 2000 unë kom pas CD album ose kom pas videoklip ku në atë kohë domethënë janë kon mundësi shumë të vogla, edhe njerëz domethënë i kanë numëru prej kuve jonë në Gilan, domethënë i kanë numëru në gishtë ata që kanë këngë e lemo spot të albumi kështu me radhë. E për këtë arsye është një pjesë shumë e rëndësishme e jamja, pastaj kom vazhdu me mbrëmje si i ri, si adoleshent në për lokalet vogla, në për ato partit e vogla që i kemi organizu, si shkollë, si gjenerat. Tani kom vazhdu në fakt me muzikë në dasma, që vazhdoj edhe sot. Desha të kthej edhe pak tek fëmijëria. A ke ndoshta ndonjë performancë e cila me të vërtetë ka lënë bresa shumë të mira dhe sot kur e kujton, të bën me buzëqesh? Po. Kom shumë performanca. Bile një natë u lëmtu isha në për YouTube me gjetë do inqizime. Një e gjeta në Shkup në vitin 2000-2001, si fëmijë shumë i vogël. Po ma shumë që i kisha veçu është në Shkodër, ku kom marrë pjesë si një këngëtar që kom përfaqësu Kosovën edhe qytetin tem, në festivalin që e simbolizon Shkodrën, ku aty pjesëmarrës kanë qenë edhe shumë emna që sot janë emna të majtë muzikës si Rosela Gjulbegu, Luis Eli, do tjerë që si fëmijë kemi pas fatin të jemi bashkë.
në ato festivale, që Shqipnia është, për mendimin tim, është shumë e përkushtuar në këto organizime. Edhe ato e kisha veçu si një ndër koncertet apo festivalet që më ka ra me marrë pjesë, si fëmijë, edhe shumë të tjera. Tani si i rritun në për festivale, Zamak Prizrenit e kështu me radhë. E përmendë si adoleshant, si ka qenë ajo eksperienca, sepse ndoshta është goxha vetbesim dhe vullnet për Po, unë e kom kry shkolla mesme të muzikës, se tani kjo pjesë më ka ndihmu shumë për me eksploru edhe në pjesën solistike, dhe më thonë me hek tremën për mes shkollës në për koncerte që kena majt, me instrumente, me këndim e kështu me radhë. Dhe më thonë, adoleshenca ka qenë shumë e mirë, normal me kushtet që kanë qenë atë kohë, se dhe më thonë është tjetër kohë, tjera rrethana e kështu me radhë. Dhe më thonë, një adoleshencë e mirë si krejt gjenerata jam, dhe më thonë që jena kënaq me pak, edhe jena kënaq me ato mbrëmje që kena pas live me shoqëninë tem, me gjeneratën tem, dikush me knu, dikush në instrument, dikush gitar, dikush piano, klarinet. Pra gjithë jeni organizu dhe ka qenë po besoj në ndjenjë ndryshe. Shumë e mirë, shumë e mirë. Tani kemi fillu me incizimet e para, kështu si të rritun, në për studio, në për televizione që unë i falenderoj publikisht çdo medium që më ka dhënë hapësirë, që vazhdon si ky medium tash, jo. Faleminderit çdo herë, se normal një artist nëse nuk e ka hapësirën qoftë në media, qoftë tash në për këto rrjete sociale, dhe më thonë, nuk ka ku me shpreh talentin, punën, përvojën. Po, pikrisht janë ato rrjetet sociale, sidomos, tashmë është epoka digitalizimit e cila me të vërtet, ndërsa nuk mundemi pas një këngëtar cili nuk e ka gjitha rrjetet e tij publike, sepse është e nevojshme, në fakt. Patjetër. Po, rrjetet sociale janë botë në veti, janë një farë botë paralele, nështë që zhvillohet një farë jete shumë ma dinamike, do të ka njerës po mujna minajt shumë gati në kohë, po që pa tjetër do të me hecë me kohën. Kështu që ma herët ndoshta kanë qenë ma në kohë, në trend albumet, CD-at, kaseta, do mjete shumë të thjeshta që njerëzit i kanë marrë, i kanë lëshu qoftë në kerre, në shpet, dikun në për ato kastofona që i kanë pas, po tash s'është më e kohë, tash do me thonë do të me ecë me kohën. Nështë një video shumë e shkurt me një performancë live, dikun, dë bën viral, dë bën që me të njoftë ku ka shqiptar.